Konsumatorët shqiptar pritet të përballen me një tjetër goditje në portofol. Prodhuesit vendas njoftojnë se muaji maj do të sjellë shtrenjtim të produkteve larse dhe detergjentëve, si pasojë e rritjes së kostove të prodhimit dhe transportit. Megjithse shumë pluhura larës prodhohen në Shqipëri, industria mbetet tejet e varur nga tregu ndërkombëtar. Faktorët kryesor që po diktojnë këtë shtrenjtim janë: shtrenjtimi i lëndës së parë. Furnitorët e huaj kanë rritur çmimet me 15 deri në 20% krahasuar me periudhën para luftës. Kriza energjetike, rritja e çmimit të lëndëve djegëse ka rritur direkt kostot e prodhimit në fabrikat jashtë vendit. Transporti, tarifat e transportit vijojnë të mbeten të larta, duke rënduar faturën finale të produktit. Importi i gatshëm. Edhe sapunët dhe preparatet që vijnë të gatshme nga jashtë do të pësojnë rritje, pasi furnitorët e huaj kanë reflektuar tashmë kostot e reja. Efekti pritet të ndihet në treg në fillim të majit. Kjo vonesë lidhet me ciklin e furnizimit, 30 deri në 45 ditë, periudhë gjatë së cilës do të mbrijnë porositë e blera me çmimet e reja të larta. Përveç çmimeve, prodhuesit vendas po përballen me një tjetër problem serioz: uljen e konsumit. Sipas të dhënave të Instat, importet e grupit sapun dhe preparate larse kanë rënë me 13% gjatë 2 mujorit të parë të vitit 2026. Prodhuesit vlerësojnë se kjo rënje nuk vjen vetëm nga çmimet e larta, por edhe nga ndryshimet demografike. Emigracioni masiv po pakson numrin e konsumatorëve në vend, duke detyruar fabrikat të ulin sasitë e lëndëve të para që importojnë për prodhim.